ti zi ta bësh. Oke, a di se bën qeni? Qa bëmë se da treme? Paro plane? Tani në qeje këtë bëjun. Wow, wow. Ambulancën? Jo, polica. As gjetën ndë një mënyrë më të thjeshtë për të na çuar deri te policat? Se edin ti? Po di. Atëherë më thuaj. Le të ndjekim patrullën e mesnatës. Humorist. Shmo vlaj, hama motra, a ke frikë? Si ditë e pare patrullin i tëmës? O të shërik, është natë, nuk është ditë. Para frikë, qa ke marrë sot në rete kërë të kaluar natë? Ka marrë! Oj, sa zilit kanë të gjohë shesh ndecëm. O spor dhe gjë? O gjigant, qa duhem ty? Por da ime është arme e rëzishme. Ui, pas ka marruar armën në shtëpi. Ui, qa turpi. S'ka gjë. O qa kokët? Se ke por dhe në? A dëgjo gjithi? Me duken si hapa njëri ju. Dëgjo, nga eksperienca ka mësuar që kur ka hapa njëri ju, dhe të gjuaj me pistolet në ajë. Qem, apo i ka policiarët për më të tepër. Po jo, budalla, po nëse gjuaj me pistolet në ajë, kriminella trembe dhe ja fusin vrapit. Më mirë do të ishte që të tërzëshit vetë. Me ndodhë dhe reflekton, edhe prindit të tuj pasaj dhe dhe ishin krenar. Nëse je duke menduar që po e fut policis, e ke totalisht gabim. Ne jemi trajnuar të përballojmë çdo lloj specie. Jo më ty. Më mirë, dorëzohu vetë. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Futja një në ajër edhe ta shohim. Nxirrem. Pistoletën në njëshi. Unë e kam harruar në shtëpi. Edhe ti, po pse të shpatë? Po më dhem po vllai. Kur fli natën, fli bashkë me atë edhe më është bërë plak si plakë. Hajde bdolla se që në kamacev. Pufu tramën kotë. Ma ngriu gjapën. Zjedh këdom. Jo, roshla, nuk më harë. Mere një që ta kemi në vend të armës. Po mirë, po marrë presh. Jo, përsh në du vetëm, mere një tjetër. Po mirë tani, po marrë kastraveci. Kush po vjen? Rëdar, stop, Warner! Hidhe pistoletën në to dhe nuk të lejohet të thuash asnjë fjalë. Çdo gjë që ti do të thuash, do të përdoret kundra teje në gjykat. E kuptove çfarë tha? Tha, pse nuk ikim në shtëpi të flini gjumë? Ja, ma ashtu, a? Ne dhe ikim në shtëpi dhe ti të bësh krimin të nërat kriminele. Jo, Apo je duke transportuar lëndë narkotike ti? E di unë, je veshur si plak e gjolë që në zbjesh në sy. Këndoj! Pse, fliske ti? Po normal që flas, po ju në fillim më tha që mos të flisni asnjë fjalë. Nuk ishte asnjë gjë pasi e kontrolla, po nga po shuni në këtor. Isha po kontrolloja fëmijët e djalit. 2 pallate më andej, sepse ato kishin shkuar në një fest, pasi ata erdhën, unë nisa të shkoja në shtëpinë time. Aha, okej, nëna, mund të shkoni. Sheva, si jeni u lodhët? Hajmo, na ta ka lodhjet e veta. Na, merrni ndonjë çokoladë. Faleminderit, je nderuar, po nga po jeni në këtë orë? Ja, po çoj këtë çantën gjyshës sime, e cila jeton vetëm. Besoj se çanta ka fruta e zarzavate për nënën. Po normal, aty të legje ime janë lirë çmimet, prandaj ja marrun. Që ngeni një zotëri vërtet, nuk mund të ngotrojmë. Vazhdoni rrugën dhe lumsja e gjyshës që ka.
Me ndonjë nuse inshallah të Zotit. Faleminderit, dhe ju që keni zotëri të vërtet. Lum shteti që ka polici ju. Lëri, si gjeta. Kështu e boni patrullën ju? Na fal shef, nuk do ndodh më kjo gjë. Herës tjetër do të jemi më të përgatitur fshat. Si nuk e kuptoni që një polic i mirë duhet të jetë i përgatitur për në çdo rrethan. Ku është eksperjenca juaj? Gjithë ato vite trajnim dhe stërvitje. Ne mbajmë shpresa tek ju. Ndërkohë, ju dilni në punë dhe sidomos natën të pa përgatitur. Na fal shef. E kuptojmë se gabimin që kemi bërë. Tashmë ju na keni kapur me presh në duar. Pu, qa amatorash. Po si more merr tjetri preshën me vete, merr kastraveçin dhe nuk merr atë që është më e rëndësishmja. Na fal shef. Ku shkoni ju pa këtë? Po pa këtë. Na, merreni dhe këtë. Tani, mund të boni sallatën e jetës. Një polic i rritur nuk mund të kapi dot kriminalin. Mu vllaj. Ha më motra. Iku dhe i natë koleg. Ja dolën. Herës tjetër mos harro pistoletën budalla. As ti vllaj, se për pak sot dhe shlam nëmë.